Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka uruar sot të gjithë besimtarët muslimanë me rastin e festës së Kurban Bajramit. Në një mesazh të ngrohtë dhe simbolik, kreu i shtetit theksoi vlerat shpirtërore që përcjell kjo ditë, si solidariteti, paqja dhe përkushtimi ndaj njëri tjetrit. Gëzuar Kurban Bajramin dhe qofshin në mbrojtjen e Zotit, shkroi ai në rrjetet sociale duke i uruar qytetarëve një fest me zemër të lehtësuar dhe sofrat plot. Ky urim vjen në një kohë ku vendi përballet me sfida të shumta shoqërore dhe mesazhi i presidentit vjen si një thirrje për unitet dhe reflektim. Kurban Bajrami, një nga festat më të rëndësishme të kalendarit islam, është gjithashtu një moment për të ndarë me të tjerët, veçanërisht me ata që kanë më pak. Në të njëjtën ditë, edhe kryeministri Edi Rama ka përcjellë urimet e tij për festën, duke theksuar rëndësinë e bashkëjetesës dhe mirëkuptimit ndërfetar në Shqipëri. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë me dije se për të nisur procesin e hapjes së kutive të votimit në qarkun e Tiranës, janë të nevojshme të paktën 10 ditë kohë. Arsyeja, përgatitjet e infrastrukturës teknike, që përfshin pajisjet elektronike, logjistikën mbështetëse dhe garancinë për një proces transparent dhe të besueshëm. KQZ thekson se nuk bëhet fjalë për një zvarritje të qëllimshme, por për një domosdoshmëri organizative që kërkon kujdes dhe saktësi. Çdo hapje kutie duhet të kryhet sipas rregullave të miratuara, me të gjitha kushtet për dokumentim, filmim dhe verifikim të votave, për të shmangur çdo kontestim të mëvonshëm. Në një kohë kur klima politike është e ndezur dhe tensionet pas zgjedhore janë të larta, kjo shtyrje mund të ngjallë debat, por KQZ insiston se po vepron sipas ligjit dhe në interes të integritetit të procesit. Rezultatet përfundimtare mund të presin, më mirë vonë por të sakta, sesa shpejt por me hije dyshimi. Sot në orën 16:00 mbyllet zyrtarisht afati për aplikimet për drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit, një post kyç në luftën kundër korrupsionit. Ndër emrat më të spikatur në listën e kandidatëve është Gledis Nano, ish drejtori i policisë së shtetit, që rikthehet në skenën publike pas një periudhe të shkurtër heshtjeje. Në gar janë edhe figura të tjera me përvojë në hetim dhe siguri, përfshirë zëvendës drejtorin aktual të BKH-s Joni Keta dhe drejtuesin e AMP-s Florian Sulejmani. Përzgjedhja do të kalojë në 7 faza vlerësimi rigoroz, me testime logjike, fizike, ese dhe poligraf. Ndërkohë Aida Hajnaj, e cila ka drejtuar BKH-n deri më tani, nuk ka aplikuar për një mandat të dytë, duke hapur garën për një profil të ri në krye të këtij institucioni të ndjeshëm. Vëmendja tashmë është përqendruar te profili që do të zgjedh komisioni i përbërë nga Dumani, Kraja dhe Dibra. Në një editorial të fundit është hedhur dritë mbi rolin e Blendi Gonxhës në përplasjen politike mes Edi Ramës dhe Erion Veliajt. Gonxha, i cili mori më shumë vota preferenciale se Veliaj në zgjedhjet e fundit, është cilësuar si një Juda Iskariot, që u përdor nga Rama për të minuar pozitën e Veliajt. Megjithatë, ai nuk arriti të barazojë performancën elektorale të Veliajt në vitin 2021, duke ngritur pikpyetje mbi efektivitetin e kësaj strategjie. Ky zhvillim vjen në një kohë kur tensionet brenda Partisë Socialiste janë në rritje dhe lëvizjet e Ramës për të riformatuar strukturat e brendshme të partisë po bëhen gjithnjë më të dukshme. Përdorimi Gonxhës si një mjet për të dobësuar Veliajin tregon për një strategji të kujdesshme dhe të planifikuar nga ana e Ramës, e cila synon të konsolidojë pushtetin e tij brenda partisë. Ndërkohë Veliaj vazhdon të mbajë një profil të lartë publik dhe të shfaqet si një figurë e rëndësishme në politikën shqiptare, duke sfiduar përpjekjet për ta marginalizuar. Situata mbetet e tensionuar dhe pritet që zhvillimet e ardhshme të jenë vendimtare për balancat e brendshme të Partisë Socialiste. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë të premte në Sarandë, ku një 21 vjeçar nga Tirana, Devis Aliaj, është plagosur me thikë në parakrah. Incidenti ka ndodhur në rrugën Mithat Hoxha në zonën e njohur si Ekualipsi, e frekuentuar zakonisht nga të rinjtë gjatë verës. I riu ndodhej në gjendje të derë dhe nuk ka dhënë informacione për mënyrën se si ndodhi ngjarja. Autori i dyshuar, Denis Beqo nga Saranda, është shpallur në kërkim nga policia. Burimet nga vetngjarja flasin për një konflikt të çastit që përfundoi në armë të ftohtë. Aliaj u transportua në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe kapjen e autorit. Klima e tensionuar në zona turistike ka ngritur shqetësime mbi sigurinë gjatë sezonit të verës. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë të premte në fshatin Gos të Rogozhinës, ku një konflikt mes fshinjesh ka përfunduar në përdorimin e armëve. Shpëtim Osma ka qelluar me armë zjarri dy bashkëshortët Sami dhe Nadire Disha, duke i plagosur njërin në këmbë dhe tjetrin në bark. Sipas dëshmisë së autorit, konflikti kishte nisur për shkak të qenit të familjes Disha, i cili e shqetësonte Osman. Ai ka deklaruar se qëllimi i tij ishte të vriste qenin, por plumbat përfunduan te fshinjët. Pas ngjarjes Osma tentoi të largohej, por pas një operacioni të policisë ai u vetdorzua. Çifti Disha ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Një operacion i përbashkët i policisë së Rinasit dhe Doganës ka çuar në sekuestrimin e një sasie të madhe medikamentesh të paautorizuara dhe shumash të konsiderueshme parash, duke çuar në ndjekjen penale të 5 shtetasve nga Kosova, të pandehurit Altin Maqestana, Bekim Zenuni, Andi Grabanica, Ardian Ismaili dhe Ferhat Zenuni akuzohen se në dhjetor të vitit 2024 kanë hyrë në Shqipëri përmes aeroportit të Rinasit me një sasi të konsiderueshme parash dhe medikamentesh, pa autorizim dhe pa deklarim në dogan. Sipas dosjes hetimore pas njoftimit nga drejtoria e përgjithshme e doganave dhe gjatë një kontrolli fizik,
Në posedim të tyre u gjetën 300.000 euro cash dhe 14 valixhe me gjithsej 1.057.840 medikamente me mbishkrim Anified, me peshë totale 417.1 kg. Mallrat u sekuestruan menjëherë nga autoritetet doganore dhe policia e Rinasit, pasi rezultoi se medikamentet nuk kishin lejet përkatëse për tregtim, përdorim apo kontroll të lëshuar nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe pajisjeve mjekësore. Hetimet provuan se veprimtaria kriminale është kryer në bashkëpunim nga të 5 personat dhe përbën vepër penale të kontrabandës me mallra të licencuara, e parashikuar nga neni 173 fraksion 2 i Kodit Penal. Prokuroria kërkon ndjekjen penale të tyre dhe referon çështjen për gjykim në mbështetje të nenit 331 të Kodit Penal. Një raport I fundit I antimafjes italiane hedh dritë mbi ngjashmërinë mes mafjes shqiptare dhe asaj ruse, duke theksuar se grupet shqiptare të krimit të organizuar po adoptojnë një model të centralizuar dhe më të sofistikuar të ngjashëm me atë të mafjes ruse. Sipas dokumentit, mafja shqiptare ka evoluar nga strukturat tradicionale klanore në një organizim më të ngjashëm me një të korporatës, me qendër në Tiranë, që kontrollon trafikun global të drogës dhe aktivitetet të tjera kriminale. Kjo strukturë e re karakterizohet nga një hierarki e qartë, disiplinë e rreptë dhe lidhje e ngushtë me elementë të politikës dhe biznesit. Raporti thekson se ashtu si mafja ruse, edhe ajo shqiptare ka depërtuar në nivelet e larta të shoqërisë, duke përdorur pastrimin e parave dhe korrupsionin për të zgjeruar ndikimin e saj. Kjo strategji ka bërë që grupet kriminale shqiptare të jenë më pak të dukshme, por më të rrezikshme, duke operuar në mënyrë të fshehtë dhe efikase në tregjet ndërkombëtare. Në përfundim, raporti paralajmëron se kjo tendencë e mafjas shqiptare për të ndjekur modelin rus përbën një kërcënim serioz për sigurinë dhe stabilitetin në rajon, duke kërkuar një përgjigje të koordinuar nga autoritetet vendase dhe ndërkombëtare për ta frenuar këtë fenomen. Aeroporti I ri ndërkombëtar I Vlorës po shndërrohet në një pikë kyçe për zhvillimin e turizmit elitar në jug të Shqipërisë, duke I dhënë shtys projekteve të mëdha investuese, si ai I Xharet Kashner në ishullin e Sazanit. Sipas raportimeve të Bloomberg, aeroporti I vendosur vetëm 10 kilometra larg Vlorës do të lehtësojë aksesin në pjesën jugore të vijës bregdetare, e cila kohët e fundit është ndërruar në një magnet për turistët e joshur nga çmimet më të lira dhe një destinacion premtues, krahasuar me Greqinë ose Kroacinë. Kashner, dhëndri I presidentit amerikan Donald Trump, planifikon të ndërtojë një resort luksoz prej 1.4 miliard dollarësh në ishullin e Sazanit, një ishull I pabanuar dhe I ruajtur për bukurinë e tij natyrore. Në një video mesazh gjatë një forumi ekonomik në Tiranë, ai shprehu entuziazmin për projektin dhe vlerësoi aeroportin e Vlorës si një mundësi të madhe për zhvillimin e turizmit në rajon. Aeroporti I Vlorës pritet të ketë një kapacitet fillestar prej 2 milion pasagerësh në vit, me qëllim që të arrijë 10 milion brenda një dekade. Ky zhvillim do ta lehtësojë presionin mbi kryeqytetin e vendit, Tiranën, e cila vitin e kaluar përballoi 10.7 milion pasagerë. Ndërkohë projekti I Kashner në Sazan ka ngjallur debat për ndikimin e tij në një mjedis me komunitetin lokal. Megjithatë, mbështetësit e projektit theksojnë potencialin e tij për ta sjellë zhvillimin ekonomik në vend dhe për të rritur profilin turistik të Shqipërisë. Kombëtarja e Serbisë ka mbërritur në aeroportin Nën Tereza të Tiranës në prag të ndeshjes së shtunës kundër Shqipërisë, e vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës 2026. Për të garantuar sigurinë e delegacionit serb, autoritetet shqiptare kanë ndërmarrë masa të rrepta sigurie, duke përfshirë eskortimin nga forcat elitare të Reneas dhe njësinë speciale, si dhe bllokimin e disa akseve rrugore në kryeqytet. Gjatë rrugës nga aeroporti drejt hotelit, ku do të akomodohet skuadra, mediat serbe raportuan për një incident ku autobusi I ekipit u godit me gur, duke shkaktuar dëme të vogla materiale. Policia shqiptare ka hetuar se po heton ngjarjen dhe ka shtuar masat për të parandaluar incidente të ngjashme. Për ndeshjen e së shtunës, e cila konsiderohet me rrezikshmëri të lartë për shkak të tensioneve historike mes dy vendeve, janë angazhuar mbi 2500 efektiv policie. Masat përfshin kontrolle të rrepta në hyrjet e stadiumit, ndalimin e përdorimit të dronëve dhe monitorimin e situatës me kamera të avancuara të njohjes së fytyrës. Autoritetet kanë bërë thirrje për qetësi dhe respekt të rregullave, duke theksuar se çdo akt dhune është parë si një test për kapacitetin e Shqipërisë për të menaxhuar ngjarje sportive të rëndësishme në një klim të ndjeshme politike. Marrëdhënia mes Elon Musk dhe Donald Trump ka pësuar një përkeqësim dramatik, duke e kthyer në një përplasje publike me akuza të rënda dhe pasoja të ndjeshme në tregjet financiare. Gjithçka nisi kur Musk kritikoi ashpër projektligjin e ri fiskal të Trump, të cilin ai e quajti abominacionin e veritshëm, duke paralajmëruar se do të rriste deficitin buxhetor me 2.4 trilion dollar në një dekadë. Ky projektligj përfshin shkurtime të ndihmës sociale dhe eliminimin e subvencioneve për automjetet elektrike, një goditje për kompaninë Tesla të Musk. Musk reagoi duke hedhur një akuzë të rëndë. Ai pretendoi se emri Trump gjendet në dosjet e fshehura të lidhura me Jeffrey Epstein, duke sugjeruar se kjo është arsyeja pse ato nuk janë bërë publike. Kjo deklaratë u cilësua nga shtëpia e bardhë si një episod I pafat nga përplasja. Musk, që mbështeti publikisht idenen e shkarkimit të Trump, sugjeroi krijimin e një partie të re politike që përfaqëson shumicën e amerikanëve. Ai gjithashtu kërcënoi me ndërprerjen e operacioneve të anijes hapësinore Dragon të SpaceX, e cila është thelbësore për NASA-n. Ky konflikt I ashpër mes dy figurave të fuqishme ka shkaktuar tronditje në skenën politike dhe ekonomike amerikane, duke ngritur pyetje mbi ndikimin e tij në zgjedhjet e ardhshme dhe në marrëdhëniet mes biznesit dhe politikës.
Përplasja publike e Elon Musk dhe Trump ka shkaktuar një tronditje të madhe në bursë, duke bërë që aksionet e Teslas të bien me 14.3% dhe të humbasin mbi 150 miliard dollar në vlerë tregu. Gjithçka nisi kur Musk kritikoi ashpër projekt ligjin e ri fiskal të Trump, duke paralajmëruar se do të rriste deficitin buxhetor në 2.4 trilion dollar në një dekadë. Ky projekt ligj përfshin shkurtime të ndihmës sociale dhe eliminimin e subvencioneve për automjetet elektrike, një goditje për kompaninë Tesla të Musk. Në përgjigje, Trump e akuzoi Musk për çrregullim ndaj Trumpit dhe kërcënoi me anulimin e kontratave qeveritare për kompaninë e tij, përfshirë SpaceX dhe Tesla. Kjo deklaratë shkaktoi një rënje të vlerës së aksioneve të Teslas me 14%. Më 9 mars, Elon Musk shkroi në X se sistemi i tij Starlinkut është boshti kurrizor i armatës ukrainase. Nëse u ndal internetin ukrainasve, nënvizoi Musk, fronti i tyre shkatërrohet. Po atë ditë reagoi Radoslav Sikorski, ministri i jashtëm i Polonisë. Sikorski kujtoi Elon Muskut se shpenzimet për shërbimet e internetit nëpërmjet Starlinkut i paguan Polonia $50 milion në vit. Musku përgjigj menjëherë duke thënë Sikorskit: "Mbyllë voglush, ju paguani vetëm një pjesë të vogël të shpenzimeve dhe nuk ka zëvendësim për Starlinkun." Sonte Sikorski gërmoi në X se gjeti postimin e 9 marsit dhe ju drejtua Muskut kështu: "E shemore burri madh, politika është më e vështirë nga ç'ke menduar ti." Musku nuk është përgjigjur ende. Ai duket se është shumë i zënë me sulmet kundër Donald Trump, të cilit në fushatën elektorale i ka dhuruar së paku $250 milion. Radoslav Sikorski dikur ka qenë gazetar pas studimeve në Britaninë e Madhe. Ai raportoi për gazetat britanike mbi luftrat në Jugosllavi. Pas takimit të tij të parë zyrtar me presidentin amerikan Donald Trump në shtëpinë e bardhë, kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se ai është i bindur për angazhimin e SBA-s ndaj NATO-s. Merz përshkroi bisedimet si konstruktive dhe të hapura, duke theksuar se administrata amerikane është e gatshme për dialog dhe bashkëpunim. Gjatë takimit, Merz dhe Trump diskutuan mbi çështje të rëndësishme si mbështetja për Ukrainën, shpenzimet e mbrojtjes dhe marrëdhëniet tregtare, pavarësisht dallimeve në qëndrime, veçanërisht për konfliktin në Ukrainë. Merz theksoi se bisedimet ishin të detajuara dhe respektuese. Kancelari gjerman gjithashtu nënvizoi rëndësinë e forcimit të lidhjeve transatlantike dhe bashkimit midis demokracive perëndimore, duke kontrastuar ato me regjimet autoritare. Ai theksoi se Gjermania është e përkushtuar për të rritur shpenzimet e saj të mbrojtjes dhe për të kontribuar më shumë në aleancën e NATO-s. Në përfundim, Merz shpreu optimizëm për të ardhmen e marrëdhënieve SBA-Gjermani dhe për rolin e përbashkët në garantimin e sigurisë dhe stabilitetit ndërkombëtar. Kartelet meksikane të drogës, veçanërisht karteli i fuqishëm Sinaloa, po zgjerojnë me shpejtësi operacionet tyre në Evropë, duke krijuar laborator droge bashkëpunuar me rrjete kriminale lokale dhe duke pastruar para në tregjet evropiane. Ky zgjerim ka ngritur shqetësime serioze për sigurinë dhe stabilitetin në kontinentin e vjetër. Në Francë, autoritetet zbuluan laboratorin e parë të metamfetaminës, të lidhur me kartelin Sinaloa, në fshatin Leval, ku kimist meksikan trajnonin kriminal vendas për prodhimin dhe shpërndarjen e drogës. Europol ka paralajmëruar për lidhje të thella midis karteleve të Amerikës Latine dhe rrjeteve kriminale evropiane, duke përfshirë bashkëpunime me grupe në Belgjik, Spanjë, Holandë dhe Zelandën e Re. Kartelet përdorin metoda të sofistikuara për të transportuar drogë në Evropë, duke përfshirë fshehje në kontener transporti dhe përdorimin e nëndeceve të ndërtuara për këtë qëllim. Në Spanjë, autoritetet kanë kapur nëndece të tilla që transportonin ngarkesa të mëdha kokaine. Përveç trafikut të drogës, kartelet meksikane po përdorin Evropën për pastrimin e parave, duke investuar në pasuri të paluajtshme dhe duke përdorur kriptovaluta për të fshehur gjurmët e tyre financiare. Ky zgjerim i karteleve meksikane në Evropë paraqet një kërcënim serioz për sigurinë publike dhe kërkon bashkëpunim të ngushtë ndërkombëtar për të luftuar këtë fenomen në rritje.